Po pushoj non bak. Po, ej, ta bëj një kafe. Ta qes një kafe. Jo i non, ja. Pse jo? Se fale akshomin, nuk po muj ma. A je mirë? Mos kine se. Mirë jam nonës. Nime? E qëtë nona kafen vetë, hajtë Jo, më ta qes unë që ku jam. Ta qes unë edhe se jam të dalë se jam të dalë. Për çfarë pse kam e dalë ta bëj kafe mile. O djali jam, hajtë shka kry punë të tua, kur të quhet nona e qëtë kafen vetë. Hajtë mos ma bëj gajli. Po ta qes binon se jam të dalë, s'kam u konë, për çfarë? More djali jam. Hajtë se dhe pak u mit, e merë nusën, e na qëtë kafe të dyve. Moro, Hajde, jo, dhe se lajnë me na qita e kafe, unë kam një që dijave, edhe ti edhe asaj. Ta qes bëni me? Po është Jo, zotin ata djali bëjnë. jam, hajtë dilka e ki njetë, post nonat, post, hajtë me Ma je mirë. Mirë jam, Nime. mirë bre nonë, veç po pushoj hajtë. E pa hajde, mos u çupra, më, hajde. Hajtë, post nona, hajtë. Hajde, nuk va nona me. Ajde bre nonë, ajde. Hajtë zotit ruj, djali jam. Oj motër, a hën tiftara? Ani pas bu mirë. Po vëlla dhe na e krejtëm, ja bënu ma ditin. Po, mu kish pas shu gjumi, erdhe nisi, nona pe dëni kafe, jo anë, jo kënej, miku gjumi krejt. E nisja, po jo Allahin, po del qështu me shoke, me të fejunën e masiftarit qështu. Po, këta tri që shtoj motër. Jo? Ani, po dilni moj motër, ne dilni, mos pritni veç mi u thirë gjithë. Po, edhe na, ani motër, ani. I shola me kësmet. Ani, hajt motër, hajt veç pota qef me di që sheni. E mos e leni pa dollë. Ani, hajt. Po, la bre motër, qashtë është? Ja, sumit mirë kërkon. Besëm. Hajt motër. Po lebe ke telefon, po është zotin. Po lebe njerë ke telefon, bre. Pas kibe që tërpuna. O e nes, me tezën fulla. Po qka besosh tezja, pa kibe naj pun qetër të pensë sa babë si të qosh. Da, veç telefon të nejtë. E nes, të pron pak. Po jo besëm të pru heq. Sem të pru, mësë të bëbe naj pun, mësë të bëbe naj pun. O e nes, djallë jam. Jo veç fort përveç telefonit, aj të bëbe naj pun qetër. O djallë jam, po më doke që ti ke shkel dikon. Nuk je moj non e nisit që e kom njoftë për para. Qa voshtë? Ja, be, ku të pëlqen ti, o ne, kom shkel dikun. A ku të pëlqen ti e nisi... Mos bre, bom bre naj pun, le vetë be pak. Në bëllë ma, edhe sa për pun ka kush i bën pun, si takojnë kësaj. Ajde be, veç ti kime po pun, apo? Ti, do me thonë, veç ti kime marrë pinë saba me pun. Ti nuk do pak me shiu me nejt, me pu shumës. O e nes djallë jam, mu moj non, mos e prish zemrën. Rebre non, se të njofë shumë mirë. Pse i të mundu që të ajnis më gjallë jam? Rebre non se të njofë poshtë zotë. Esti me poshtë. O, zot, t'lutna,
nuk lypi ma shumë. O zëma djallin tem ashtësish para martisi. Kur gjë ma shumë s'po t'lypi, o Allah i madhreshëm. Amen. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Pak por zotë se të Jo, ndërprejtë. s'ka. Ajni mirë, si ka deni? Mirë, falmet, mirë. Po ti, qysh Mirë, mirë, mirë. Po të shumë diçka, Po, si jenë ta po diçka? me pak një qëfar mërzije, një qëfar brejke, po a për shëqirë që kemi ma mirë tash të ti se ta koj këtë hanë me dikan tjetër. Po, qëfar halli ki, jallaj? Po, ka kabin qëfar të poshtë, sot të më shkube as puna marë, as në shpi mirë. Ndo këtë se veç të poshtë e të shku. Kur gjo as një qëfar përparimi nuk e kam. Qysh në panë qëra herë dhe me thonë, qysh jam shti, kërkon hitë që. Se qka është një zotë e dive, kështu me shnet mirë, jemi krejt, rahat. Ka hini qëfar. Që ta kështu të vetë me familje, qysh je, familjen? Kemi një problema, jo. Jo be, mirë, i martu një mirë. Në pak baba, nuk ka dek moti. Po, me nanën pakës, se me nanën një arrit pjesë e dish, baba si djetima, dhe me thonë e kemi... Jam rrit me nanën, se na konsideru si nanë e mirë, po zish me ta thonë, të mirën e të keqën, gjithë të monë e kina dajt bashkë. Edhe pse i bona të vjetën e, nuk e lysha kamën pej kalzën nanës. E si martova pak, ja ka njës nona, edhe një me gdu një, ja që kam diçka shumë, edhin, ama me ta thonë drejtën, pengojnë do punë qka t'i bo. Shtja, vjetët janë të jabua, nuk e di veç, qka të bo, qka një me më pengojnë. Sa shpejt edhe drejt ke folë. Kjo më pëlqenë më. E nga shë po thamë në djallë. Nonës, së një del haket kur qysh. Ti me këta lafe shka thave, dush prej këtu, drejt të nona me shku, me amor dorën, me alip halalin. Nga më shë po thamë. Po thu që t'jo me huqë? Haki nonës shumë mjera onda është, o, djallë. Po thu ketë këtë të lashë, ketë për qëta? Veç për qatë. Me njëherë ka me shku këtë, ka me boqë. Hec. Dhatë me gjithë zemër ka me boqë. Hec, min njerë hec. A vaj sur lefë të gjë. Në falë me një për kërijës. Amin. Hec, sa ma shprej. Po. Qëke tu? Vis, a pa me më nalon veç pak me nonën krutna. Por, Pomre. Më falë, No. Më falë me nonë, por zotin po të me t'lip falje. Për krejtë sejme që kem t'i bo, për krejtë gabime që kem t'i bo, për sjellën që kem t'i bo. Ndoshta e më gabim, falë për nonë. Po është një Allah, fa. Më falë se me të vërtet jam të e po që i gabim janë. Ma ba Allah. E mërë djali jam, a din sa do nona këdyje. E para me numër djali jam sa më dhimesh për dy janë tjetër. Po e shike nona që ti nuk je nisi që të njeh nona. Inshallah djali jam Zotit ta fol, e më lidhimet mërë djali. Nona kur nuk të ka thonë le grunë.
As bëni kesh grus, po mu majnon, mos e le as nonën për një gru. Ma djalje. Kur nuk ndodh. Po shallah në ma balla. Po është zotin në ma balla, dhe ma falë. Shpjet që e ku morë njësa. Bismillahirrahmanirrahim. Me qenë se jemi në muajin e shejtë e Ramazanit, ju uroj muajin e shejtë e Ramazanit duke lutur Zotin Xheleshanehu që t'u lehtësoj dhe pranoj të gjitha ibadetet e këtij muaji. Në bazë të skenës që pam më herët, ne sot do flasim për mirësjelljen ndaj prindërve. Zoti Xheleshanehu në shumë ajete kuranore ka urdhëruar për mirësjelljen ndaj prindërve. Gjithashtu edhe shumë hadithe të pejgamberit a.s. flasin për mirësjelljen ndaj prindërve. Thot pejgamberi a.s. kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindërve, ndërsa hidhërimi i Zotit është në hidhërimin e prindërve. Prindrit janë ata të cilët e sjellin fëmijën në këtë botë dhe qysh në hapat e para të foshnjërisë kujdesen që ai të inkuadrohet në familje. Në një kohë kur ai nuk është i gatshëm të kujdeset për veten. Gjithashtu prindërit përcjellin edhe hapat e fëmijërisë apo dhe të adoleshencës që fëmijës të mos i mungoj asnjë gjë. Deri në kohën kur ai rritet dhe bëhet i gatshëm të marrë përgjegjësitë mbi supet e veta. Dhe shohim këtu se për një kohë të gjatë të drejtat e fëmijës janë shumë më të mëdha se sa përgjegjësitë e tij. Mirë po, kur ky fëmijë merr përgjegjësitë mbi supet e veta dhe prindërit e tij fillojnë çdo ditë dhe plaken, është detyrë e këtij fëmijë që ndaj këtyre dy zemrave të cilat çdo ditë e më tepër bëhen më të ndjeshme, të sillet me respekt, dashuri dhe mirëkuptim. Thot pejgamberi a.s. I pafat është ai person në praninë e të cilit prindërit e tij arrin për leqërinë, njëri apo dy prindërit, dhe ai nuk arrin të fitoj xhenetin në bazë të mirësjelljes ndaj tyre. Nëna gjithmonë identifikohet me dashurinë dhe sakrificën e madhe që bën për fëmijët e saj, dhe është prehri i nënës, vendi i parë ku qëndron fëmia, rritet, aty gjen prehjen dhe dashurinë. Pikërisht Zoti Xheleshanehu për këtë arsye na sjell në Kur'an një histori të bukur, siç është historia e Musaut a.s., i cili i ndodhur në pallatin e faraonit, në një vend luksoz ku nuk i mungonte asnjë gjë përveç nënës së tij, bëri që Musau a.s. ti mundsohej të takohej me nënën e tij e që të mos privohej nga dhuntia e të qëndruarit në prehrin e nënës. Megjithatë duhet ta kemi të qartë se mirësia ndaj prindërve nuk lidhet vetëm me këtë botë. Më thënë njeriu në këtë botë mund të bëjë mirësi të ndryshme sa i përket sjelljes të mirë ndaj prindërve, siç është një fjalë e mirë, një sjellje e mirë, ndihma materiale, apo dhe mirësi të ndryshme, varësisht nga pozita apo rrethanat në të cilat ne jetojmë. Megjithatë, duhet ta kemi të qartë se kjo lidhje e prindërve me fëmijën e tyre nuk përfundon vetëm në këtë botë, mirë po është një lidhje që vazhdon edhe në botën tjetër, nga se për një prind nuk ka mirësi më të madhe se sa pas vdekjes së tij të lejë një fëmijë të hajrit, i cili do të vazhdojë edhe të bëjë vepra të mira për prindërit e tij. Ne duhet të jemi shumë të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm që ta kuptojmë drejt rolin e prindërve, të nënës dhe babait në jetën tonë, nga se pa rolin e prindërve, individi nuk do të arrijë të formohej ashtu si duhet, gjithashtu familja dhe shoqëria nuk do të kryejë si duhet funksionin e saj. E përmbyllim këtë temë me hadithin e pejgamberit a.s. i cili thotë: një nga dyert më madhështore të xhenetit, nga cila do të futen fëmijët, është mirësjellja ndaj prindërve. Tani mbetet në përgjegjësinë time apo tënden se si do ta përdorësh këtë derë. Lusim Zotin Xheleshanehu
që t'i falë prindërit tanë, neve dhe të gjithë besimtarët. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu.